Presidenti i Kolumbisë Gustavo Petro ka hedhur akuza të rënda përmes një postimi në platformën X, duke pretenduar se kreu i mafias shqiptare të drogës në Ekuador, Dritan Gjika, i arrestuar më 26 maj në Abu Dhabi, ka tentuar ta vrasë. Sipas Petro, rrjeti i mafiozi udhëhequr nga Gjika kontrollon një grup të madh kriminal përfshirë prokuror, zyrtar të inteligjencës dhe portin strategjik të Buenaventuras në Kolumbi. Nga ana tjetër, ai shkon edhe më tej duke e lidhur këtë grup me vrasjen e prokurorit paraguajan Marcelo Pecci në vitin 2022, ngjarje që tronditi gjithë rajonin. Kjo quhet bordi i narkotrafikut, me seli në Abu Dhabi. Ata kontrollojnë një rrjet prokurorësh dhe përmes CTI-s, portin e Buenaventuras, janë autorët e vrasjes së prokurorit paraguajan Pecci dhe kanë arritur të fshehin autorët intelektual të vrasjes brenda prokurorisë. Kanë tentuar të më vrasin, por pa sukses, shkruan Petro. Dritan Gjika, kreu i mafjes shqiptare të trafikut të drogës në Ekuador, është arrestuar më 26 maj në Abu Dhabi për llogaritë e Ekuadorit. 47 vjeçari Dritan Gjika ishte mbërritur për herë të parë në Ekuador në vitin 2009 me vizë vizitori të përkohshëm. Sipas të dhënave të tij të migracionit, ai u bë një nga personat më të kërkuar në vend, pasi udhëhiqte një organizatë kriminale që operonte si në Ekuador, ashtu edhe në Spanjë, duke dërguar sasi të mëdha të substancave narkotike në vendet e Amerikës Qendrore dhe në Europë, në veçanti në Holand, Belgjik dhe Spanjë.